Autoritetet iraniane kanë kryer një valë arestimesh ndaj disa figurave kyçe reformiste, vetëm pak javë mbas protestave masive, të cilat ronditën vendin dhe shkaktuan viktima në shkallë rekord. 4 politikanë të njohur janë ndaluar me akuza të rënda, ndërsa disa aktivistë opozitar janë thirrur për marrje në pyetje. Arestimet vinë në një kohë kur marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës po kalojnë një fazë delikate, me negociata që synojnë të shmangin një përplasje të mundshme ushtarake. Sipas agjencisë shtetërore Fars, ndër të arrestuarit është Azar Mansuri, kryetaria e Frontit Reformist, një nga organizatat kryesore që përfaqëson partitë reformiste në vend. Mansuri u ndalua në shtëpinë e saj gjatë një operacioni që autoritetet e përshkruan si pjesë të hetimeve për përpjekje për rrëzimin e sistemit islamik. Bashkë me të janë arrestuar edhe Mohsen Aminzadeh, ish zëvendës ministri i jashtëm përgjegjës për çështjet amerikane, dhe Ebrahim Asgharzadeh, politikan veteran me përvojë në parlament dhe këshillin e qytetit të Teheranit. Identiteti i katërtit të arrestuarit nuk është bërë publik, ndërsa disa figura të tjera të shquara reformiste janë thirrur nga drejtësia për marrje në pyetje. Autoritetet kanë akuzuar të arrestuarit për një sër veprash, shkelje të unitetit kombëtar, kundërshtim të kushtetutës, bashkëpunim me propagandën e armikut dhe krijim mekanizmave të fshehta për rrëzimin e regjimit islamik. Sipas mediave shtetërore, ky veprim ka për qëllim mbrojtjen e rendit dhe stabilitetit kombëtar në një kohë të ndërlikuar politike. Këto arrestime ndodhin mbas protestave të muajit të kaluar, të cilat u konsideruan më të dhunshmet në dekada. Agjencia e lajmeve aktivistëve për të drejtat e njerëzit raporton se gjatë këtyre trazirave janë vrarë 6842 persona, ndërsa qeveria iraniane konfirmon 3117 viktima, duke përfshirë anëtarë të forcave të sigurisë. Autoritetet shtetërore fajsuan për ngjarjet mercenar dhe terroristë të mbështetur nga SBA-t dhe Izraeli, ndërsa opozita iraniane jashtë vendit pretendon se numri të vdekurve mund të shkojë edhe në 10 mijëra. Protestat shpërthyen fillimisht për shkak të krizës ekonomike, por zhndëruan shpejt një kryengritje kundër sundimit autoritar. Mansuri dhe politikanë të tjerë reformist publikuan mesazhe në rrjetet sociale, duke shprehur zhgënjimin mbi mundësinë e reformave brenda sistemit dhe duke kërkuar llogaridhënie për dhunën që ushtruan ndaj qytetarëve. Ndërkohë tensionet ndërkombëtare po rriten. Shtetet e Bashkuara kanë dërguar mjete ushtarake shtesë në gjirin persik në prag të negociatave me Teheranin, duke kërkuar ndërprerjen e pasurimit të uraniumit, kufizimin e programit të raketave balistike, si dhe ndalimin e mbështetjes për grupet militante rajonale. Teherani megjithatë ka refuzuar të pranojë të gjitha kërkesat amerikane. Ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi deklaroi se vendi nuk mund të heqë dorë nga e drejta për pasurimin e uraniumit brenda vendit dhe nuk do të komprometojë sovranitetin e tij. Presidenti amerikan Donald Trump përgëzoi përparimin e bisedimeve, por paralajmëroi se nëse nuk arrihet një marrëveshje e qëndrueshme, pasojat për Teheranin do të jenë serioze. Analistët paralajmërojnë se tensioni dypalësh mund të përshkallëzojë në çdo moment, duke kthyer Iranin dhe SBA-n në një skenë të paparashikueshme të krizave rajonale. Në këtë kontekst, arrestimet e liderëve reformist nuk janë thjesht një përpjekje për të goditur opozitën politike, por një mesazh për brendësinë dhe jashtë vendit. Regjimi synon të ruajë kontrollin absolut, ndërsa përpiqet të shmangë çdo destabilizim i cili mund të nxitet nga presioni i qytetarëve apo faktor ndërkombëtar. Në mes të numrit të lartë të viktimave, një presioni të fortë diplomatik dhe një klimë politike të tensionuar, Irani duket i ndarë midis nevojës për dialog me botën, si dhe frikës për të humbur kontrollin mbi vendin.